Shteti Gjerman ka dhënë alarmin. Të gjitha spitalet të përgatiten për luftë. Por çfarë lufte bëhet fjalë? Disa mendojnë që është vetëm një reformë, por ka të tjerë që po mendojnë që kjo mund të jetë një përzierje gjakrash mes Amerikës dhe Rusisë dhe Evropës. Von der Leyen, presidentja e Bashkimit Evropian, e dha publikisht një deklarat kundër Trumpit, duke i thënë të bëj punët në vendin e tij dhe s'ka punë me Bashkimin Evropian. Njëkohësisht Trump ka vënë të gjitha taksat kundër gjithë Evropës. Ndërkohë Putin po bëhet gati për teknika të tjera, sepse nga momenti që ra dakord me Zelenskin, por njëkohësisht edhe me Trumpin, po bëhet gati. Në fakt, ky është problemi që kohët e fundit disa gazetar ndoshta nuk e kanë kuptuar ose ndoshta nuk mundet që ta thonë për sa i përket aleancës që bëri Shqipëri, Kosovë, Kroaci e tjerë. Sepse të gjitha këto vende po përgatiten kundër Serbisë, sepse siç dihet Serbia publikisht ka dalë në krah me Rusin. Pra, si do shkojnë gjërat më vonë? Ndiqeni këtë material me kujdes sepse është për t'u informuar, sepse bëjmë pjesë në këtë botë dhe ne jemi pjesë e kësaj bote. Duke qenë pjesë e kësaj bote, duam apo nuk duam, edhe pse ndonjëri nga ne thotë që po ne çfarë mund të bëjmë? Normal, një mendim i vetëm nuk bën asgjë, por disa mendje së bashku diçka bëjnë. Kush është rastisht e ti bëj like faqe si të shihemi sërish, por doja të nënvizoja që në disa emisione që kemi bërë para disa kohësh, kemi treguar për një vajzë shqiptare që tregon për të ardhmen e njerëzimit dhe për se si do të shkojnë gjërat më vonë. Në fakt ajo thotë që në vitin 2030 do të ketë probleme të mëdha. E parashikonte vitin 2030, po flasim që ajo intervistë është bërë në vitin 2013. Kështu që si mund ta parashikonte një lëvizje të tillë, sepse thoshte për sa i përket Rusisë, e keni parë ndoshta intervistën, dhe për botën që do të ketë lëvizje të mëdha, dhe do të ketë probleme të mëdha. Në fakt problemet kanë filluar me kohë, po njerëzit janë të shastisur dhe disa prej tyre mendojnë që çdo gjë ka qenë kështu, por nuk është e vërtetë. Bile do t'ju them, disa organizata të rëndësishme po merren edhe me kontrollin e botës, para kontrollin e popullatës botërore, sepse kontrolli i popullatës botërore është tepër i rëndësishëm. Në fakt mendohet që lëvizjet e mëdha që po bëhen pikërisht për të reduktuar numrin, sepse janë shumë. Pra, në qoftë se keni vënë re, me kalimin e kohës, disa probleme që kanë ndodhur qoftë ato shëndetësore, por edhe me pandemit apo çfarë të doni ju, po shtohen dhe gradualisht do bëhen që njeriu do arrijë deri në atë pikë sa është i detyruar që të ndahet në dy kategori, pra në kategorinë e të pasurve ose në kategorinë e të varfërve. Ne, për shembull, nuk na takon ajo e të pasurve, kështu që do jenë shumë pak ata të pasurit. Megjithatë, pse po e them këtë? Sepse ato kompanitë e mesme dal nga dal po zhduken, i keni vënë re. Okay? Tani, në qoftë se keni parë një video para disa muajsh që bëm për sa i përket rendit të ri botëror të një rendi të ri botëror, sepse rendi ri botëror, qoftë se nuk e ka parë ndonjëri nga ju atë intervistë, atë video, ne po flasim për një rend të ri, pas atij rendi që mendohet që ishte formuar rreth viteve 1770. Dhe rendi i ri u bë në Rusi dhe mblodhi Rusia, pra Putin, duke filluar nga India, nga Brazili, Kina, dhe disa vende afrikane, e tjerë, dhe bëri një potencë të madhe. Bëri një potencë që janë pothuajse 1 miliard njerëz. Pra 1 miliard nuk janë pak. Sepse në 1 miliard, pastaj mos themi dhe për forcat ekonomike, shoqërore dhe politike që kanë, përveç këtyre, por 1 miliard njerëz ndryshojnë shumë gjëra. Kështu që do ketë për mendimin tim inflacione të mëdha, do ketë lëvizje të mëdha, sepse Putin tani do filloj, do e mbani mend të që do t'ju them unë, mbajeni këtë video dhe të kujtoni këtë video, që ai do filloj dal nga dal tani që të rris
çmimet. Çmimet e gazit, çmimet e naftës, çmimet e hekurit, sepse shumë nga ju ndoshta nuk janë të informuar, po një pjesë e madhe e hekurit edhe në trojet shqiptare merret nga Rusia, dhe të gjitha këto do rrisin inflacionin, do rrisin çmimet. Mirë po, nga ana tjetër, edhe Trump do bëjë të njëjtën gjë jo vetëm me Bashkimin Evropian, por do ta bëjë edhe me Kinën, sepse ai e tha edhe publikisht që të gjitha shoqëritë amerikane duhet të kthehen në vendin e tyre, me fjalë të kthehen në Amerikë, sepse do që të mbajë të ardhurat financiare aty. Sepse prodhimi, nëse bëhet, ju duhet ta dini që 60-62% e prodhimtarisë të gjitha zhanreve bëhet në Kinë. Dhe Kina për këtë është transformuar në një potencë kaq të madhe. Kështu që Trumpi nga ana tjetër po bën punën e tij. Ndërkohë duhet nënvizuar që kur bën lëvizje të mëdha, nëse do të ndodhë ndonjë gjë, sepse pse po përgatitet Bashkimi Evropian. Ju thash që në fillim dhe nuk e harrova që von der Leyen ka financuar ose ka dhënë aprovimin e financimit për armatime 80 miliard. Nuk e di, e keni dëgjuar apo jo? 800 miliard, falni. Dhe kjo shumë e madhe, përse po bëhet nëse ne jemi në një kohë paqeje dhe çdo gjë po rregullohet. Pikërisht pra sepse nën rrogos po ndodhin disa forca të mëdha që nuk e keni iden. Sepse forcat nuk janë ato që ne shohim, por janë të tjera forca që vendosin, sepse kemi të bëjmë të paktën me 3, mos themi dhe me 4 forca shumë të mëdha, që ne nuk do t'i shikoni kur këto forca. Nuk dalin publikisht dhe nuk e keni për t'i parë publikisht. Nëse do t'i shihni publikisht, do t'i shikoni vetëm kur ditën e fundit, sepse janë vërtet forca të mëdha që lëvizin jo vetëm të ardhurat financiare, por edhe mediat dhe çdo gjë që ndodh. Bile do t'ju them, në vijim, pra në të ardhme, nëse do të ndodh ndonjë përplasje, doja t'ju pyesja juve, kush pasurohet? Pse bën luftrat nëse bën? Po pse bën ngërdheshjet dhe luftrat? E dini pse? Vetëm për të pasuruar. Okej, tani nëse ndodhin, kush pasurohet? Më thoni. Pres komente tuaja, dua të më thoni, do t'ju lutesha, se kush pasurohet në momentin që bën këto luftrat. Për shembull, nëse ndodh diçka në Ukrainë, sepse gjithë kjo po bëhet jo për Ukrainën, po bëhet për gjëra të tjera, sepse për Ukrainën nuk i pëlqet njeriu asgjë, as për mineral, as për dallëqe që thonë. Jo. Bëhet për gjë tjetër. Bëhet për të hequr një forcë të madhe Rusisë. Kështu që tani të flasim hapur, sepse pse duhet të ngërdheshen, të harxojnë gjithë ato para, të harxojnë gjithë atë mund dhe të vënë në diskutim këtë paqe, për çfarë arsye? Pikërisht pra, sepse duhet të heqin një pjesë të forcës, ose të gjejnë shkakun për të lëvizje të mëdha. Sepse nga momenti që bëhen lëvizje, armatimi, pra me armë, nga i moment fillon edhe pasurohen kush e bën. Pra, në qoftë se ju dha urdhër Zelenski, sepse në qoftë se pat ju, Trump je tha hapur Zelenski, ti tha, shiko, tha, nuk të tham ne tha që të bëje luftën, tani tha unë i dua mbrapsht, parat që kemi harxuar. E dini ç'do thot kjo apo jo? Ti e provokove, i dhe armë dhe tani thua më jep mbrapsht. Okej, Trump thot që nuk e bëra unë, e bëri partia tjetër, ç'lidhje ka? Sepse ato janë firmosur gjithmonë nga një shtet. Ai shtet duke firmosur diçka, nuk duhet ta tërheq sërish atë që ka thënë. Pra, ky është një problem i madh, sepse duke kërkuar të ardhurë financiare, krijohen edhe incidente të mëdha. Ndaj dhe von der Leyen ose Bashkimi Evropian ka filluar që të përgatitet për një luftë, mendoj unë. Dhe tjetra, Gjermania, që po reduktohet gjithmonë më keq, nëse keni vënë re. Përveç kësaj, unë mendoj që ato, thashë theme, ku flitet për
reformën që po bëhet në spitale, që unë mendoj që reforma nëse do bëhet për të gjithë Evropën, pra spitalet do privatizohen shumë shpejt, do e marrim mend këtë, sepse jo sepse nuk ka shërbim, jo, por është projektuar me kohë. Dhe e kanë bërë dhe po e bëjnë tani të qëllimshme që një ditë të privatizohen, sepse duhet të privatizohen dhe çdo gjë do privatizohet derisa do bëhet çdo gjë privat në të gjitha zhanret. E keni vënë re që edhe Bill Gates po blen toka gjithandej dhe disa po blejnë vende që të bëjnë prodhimin e mishit sintetik, sepse mish normal nuk do të ketë më, pra po bota është në një kaos total, sepse po bëhet një marrëveshje në sekret, poshtë që nuk e di shumë njerëz nuk i din, sepse brenda vitit 2030 duhet të plotësohet agenda 2030. Për ata që nuk e din çfarë është agenda 2030, është ajo që është vënë edhe në përshkolla dhe njerëzit nuk e din, disa profesorë edhe nuk e din. Din agenda 2030, po askush nuk disa gjëra ka lexuar dhe nuk e kuptojnë thelbin. Thelbi është ky që deri në vit 2030 duhet të jetë çdo gjë gati, sepse 2050 apo afron dhe shumë gjëra do të ndryshojnë. Do themi se çfarë, sa afërmi, por sidoqoftë, këto janë disa lëvizje të fundit që më preokupojnë, sepse preokupimi vjen nga nëse ndizet Shkëndia, sepse të gjitha këto janë përgatitje, por nëse ndizet Shkëndia, mos o zot, sinqerisht po them. Megjithatë unë shpresoj mirë, pres komentet tuaja çfarë mendoni ju për këtë situatë, siç ju thash që është tepër delikate gjithandej në mbar botën, dhe shpresojmë të shkojë mirë, kështu që të lutemi të shkojë mirë. Natën e mirë dhe gjumë të ëmbël të gjithëve. Normal që do jetë pak i ndërlikuar gjumi sonte, me gjithë të dhëna që ju dhash, por duhen diskutuar, duhen sepse bëjmë pjesë në këtë botë. Ju përqafoj, natën.